unë e ti që do të bëj, do të qoj ke autoritetin kompetent dhe do thush, a ke apo s'ke bazë ligjore të pengosh zyrtarin e këshill, vendimarrjen e shumicës. Nuk po pengoj asnjë lloj vendimarrje, po e kam futur në diskutim. E ke deklaruar në përfundim të mbledhjes rezultati është ky. Nuk e shbën dot atë rezultat me kryetar. Nuk ka njeri që do ta zhbëjë. Po. Dhe duhet ta publikosh atë vendimarrje. Pikë. Në qoftë se keni argumenta të tjerë, mund t'i parashtroni. A doni 5 minuta kohë të qetësoni dhe të flasim me qetësi. Këtu të gjithë do thonë mendimin dhe qëndrimin e tyre. Të diskutojnë vendimarrje. Unë kërkoj që ndërpritet mbledhja, që qetësohet do diskutojnë. Nuk po thot njeri të ndryshon vendimarrja, duke qenë se ka diskutime, është tek pjesa. Po nuk e vendoste ju më zotri asu, nuk dua ta zhbëj. Ore nuk e zhbën dot çfarë. Ore nuk e zhbëjmë dot. Do ta diskutojmë lidhur me qëndrimet që janë mbajtur, të reflektojmë, qofse ka hapësirë, qofse nuk ka. Ka çështë thjesht. Sekretari që ju doni të cënoni funksionalitetin e nuk është cënim funksionaliteti. Ky është interpretimi që bëni ju për të na futur në debate dhe në qortokake që ne të mos i zaurojmë agjendën. Nuk jeni serioze. Ore ty të ka ardhur nga kuvendi, ne na kemi datë 13. Kuvendi thotë me në datës 10 na jep përgjigje për X. Në ato datë ka ardhur e protokolluar. Naftojnë, o zonja kryetare, naftojnë institucione dhe ju nuk merrni pjesë dhe nuk merrni përsipër që të përfaqësoni institucionin. Në atë rinj vëmendje ministri i drejtësisë për gjë shumë të rëndësishme, nuk merret pjesë nga KNP, e ignoron komplet. Protokolli i nderuar kryetare unë e kam ngritur dhe do ta ngrej vazhdimisht. Mund ta ngrini patjetër me qetësi. Të abuzive të vëmëtarisë. Statuta në nenin 149 përcakton që Këshilli i Lartë të Prokurorisë ka zyra juaj në kundërshtim me ligjin. Ligji e kërkon që ajo protokollohet më njëherë sa të vi. Janë të gjitha të protokolluara. Nuk kalojnë nga mua, keni informacion të gabuar. Protokollohet në momentin që vjen në derën e institucionit. Këtë keni informacion të gabuar. Jo, nuk është gabuar. Nuk është gabuar sepse ju e meni. Thire dhe pyete. Tani, për të vijuar me mbledhjen. Mu e resht që keni marrë kërkesat për verifikimin e studentëve magjistraturës dhe nuk e keni nënshkruar duke penguar procesin me zonë kryetar. Ju e keni penguar për 1 muaj përgjë që nga shkurti. Fundi shkurtit, shkresat 1 muaj. Edhe pastaj nuk pekeniza as si firmozë për të kalosh në kryetarët me kryetar. Kjo është shpënuri. Jo, ato, po nuk janë vonuar. Tani ky është pretendimi pa bazë. Ore, kjo është mos i bazuar me kryetare, që nga fundi i shkurtit deri në fund marsit, ato notojnë dhe flenë ke zyra juaj me kryetare. Ato të tua tu ka firmosur ka të fish që ta dish. Me kryetare. Po atëra. Ore, ti ke probleme serioze me vendarinë. Nuk i kam mbajtur 4 javë tani. O, kryetari, ju... Verifikoje me këshilltarët kur kanë ardhur dhe kur kanë dalë nga kabineti, po. Nuk është e saktë. Nuk është e saktë. Që funksionojë normalisht duhet që ajo të regjistrohet kur do të dalë nga struktura, pastaj në çdo strukturë tjetër kur ikën dhe e merr vesh. Kurse ju jo, e merrni, duhet ta vendosni ju se kujt i kaloi dhe nuk merr vesh këtë periudhë. Zona kryetare. Unë, po pra, në kundërshtim me ligjin për arkivat, ja kryetarja. Kush ky vendimi apo çfarë? Jo, kërkesat, çdo akt që del nga një strukturë e caktuar, duhet ke një Atëre, bëjmë 5 minuta pushim edhe fillojmë me agjendën. Nëse vazhdojmë me këto, nuk ka se. E marrni atë knoni sipër me dervishe, ku diun çai boni. Mbledhjen po e ndërpresim për të vendosur qetësia. Kur të jemi të gjithë të qetë, pas 5 minutash fillojmë. Faleminderit. Jo, ju pa e krijoni këtë situatë. O kryetare, të futesh në rendin e ditës për të rishikuar një vendim të marrë edhe nuk merë përsipër ta publikosh atë, kjo është kriminale më kryetare. Është kriminale, menoj pasoja që sjell. Unë nuk vendos më. Kryetare, ti jeme me shaka. Unë të siguroj mos e bëj sot, por nuk e shkova nesër që ti bëj
kallëzim për Kurisë Tiranë, mua atëherë mos më prisim më këto. Unë do të them që vjen kjo situatë. Pik. Jo. Mos më shifnim, po unë të siguroj që ta bëj pra. Këtë po të them. Ore, ne mund mos a duam njëri tjetrin, po jemi të dënuar të punojmë me njëri tjetrin. Në këtë kuptim, secili do të bëj, po ju më nuk po punon, nuk po bëni detyrën më kryetare, po nuk po e bëni më kryetare detyrën. Po ju po bëni presione pakicë, është e papranueshme që pakica, ti, pse e pengon vendimarrjen e shumicës? E ke pengu me kryetare, nuk është urdhë këtu, hape faqen internet, nuk është e publikuar. Pse nuk e nxjerr? Po nuk e kam bërë më pakicë, orientoj të jesë një mekanizëm keni, argumentoj, hidhe. O, zoti Stajani, a mund... Dakor, pra, kur të vi Rama, e diskutohet. O, kryetare, dhe në një të qasë me kryetare. Ose komunikat telefonon. E nderuar kryetare, prokurorët po mbledhja plenare është ndërprerë për një kohë shumë gjatë. Prokurorët po presin agjendën. Ky diskutim që po vijon mes antarëve është një diskutim që nuk po jepet dot zgjidhje dhe është një diskutim që nuk po arrihet. Por ne nuk mund të vijojmë në kurisë të prokurorëve, cilët presin agjendën e ditës, si në çdo radhë tjetër dhe nuk mund të bëhemi qesharak. Ju lutem të vijojmë me agjendën. Nëse ka diskutime të tilla, ka mbledhje informale, ju mund të organizoni një të tillë dhe t'i jepni drejtim dhe të ushtroni detyrimet që keni ju dhe secili prej nesh. Ju faleminderit, mendoj që të futemi në agjendën e ditës dhe të mos vijojmë si muajt e fundit që nuk e di pse po rim këtu në këtë karige, po hym në debate që s'kan lidhje fare me temën e diskutimit, me debate që nuk mbarojnë kur, që nuk arrin të bëhen dot as shteruese për fat të keq, pavarësisht diskutimeve, dhe prokurorët që presin dhe që ju keni aplikuar, keni nxjerrë, paraqitur një agjendë, nga ana tjetër kemi prokuror në vlerësim, kemi prokuror që presin lëvizjet paralele, dhe unë mendoj që ky është interesi më i lartë i prokurorëve. Çdo diskutim tjetër që lidhet me diskutime që nuk i takojnë agjendës së sotme dhe që për fat të keq vijojnë pafundësisht, unë mendoj që do duhet ti ndërprisni dhe të vijoni me agjendën. Ju faleminderit. Përrejtje tjetër kam, zonja kryetare, ne kur kemi e para herë agjendën nuk e çon në kohë, sepse duhet minimalisht 4 ditë para që edhe të tjerë të fusin në rendin e ditës, në pikat të rendit të ditës, dhe edhe pse kemi kërkuar me shkrim, nga ana juaj nuk janë cituar një pas një, po i bën në mënyrë përmbledhur. Të citohen një për një të gjitha çështjet që ne kemi shtruar. Pse e refuzoni ta bëni këtë? Në kundërshtim me rregullore, edhe me ligjin, sepse ty nuk ta jep më njëri këtë drejtë. Kjo është mbledhje e Këshillit dhe secili nga antarët mund të propozojë çështjen e rendit të ditës. I kemi propozuar me gjëra konkrete. E nxorrët prapa agjendën, ju rikujtum dhe herë që janë këto gjëra në agjendë dhe duhet të citohen. Pra, po operoni me dashje në mënyrë abuzive, po e drejtoni këtë vëmtarin e këtij këshilli krejtësisht në mënyrë abuzive. Sepse mund të ketë interes për njerëzit, për trupin e prokurorëve, për gjërat që janë ngritur nga ai prokuror që i ka ngritur. Po, që kanë interes sepse mund të dëgjojnë ato që se si po drejtohet ky institucion, se si vëmëtaria këshillit dhe për antarët e tjerë të këshillit, se si po drejtohet ky. Mund të një moment, atëherë, bazuar në kërkesën që juve bët, në mënyrë të përmbledhur, u referova tek ligji, tek kushtetuta